Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa attamu taslim, amma ba'd. E falenderojmë Allahun, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu t'i lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndoqë Allahu udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humb, cili do që devion nga e drejta, nuk ka kusht ta udhëzojë atë as kusht tjetër përveç Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte rob dhe i dërguar i tij. Vazhdojmë, vëllezër nderuar, në shpjegimin e akides, pra të besimit, të cilën e ka përmbledhur Imam Ebu Ja'far at-Tahawi, besimi i pasuesve të profetit alayhi salatu wassalam. Ku mësimin që kaloi thamë që do të përmendim 7 çështje të cilat lidhen me profetësinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Radhën që kaloi përmendëm vetëm një prej tyre, edhe ishte argumentet, pra, të cilat kanë bëjnë me bazat e fesë, dhe padyshim që besimi se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij është prej bazave të fesë. Ne thamë që bazat e fesë, pra argumentet e bazave të fesë, janë argumentet pa mohueshme. Janë argumente shumë të forta, ku të cilat kundërshtuesi i këtyre argumenteve nuk ka mënyrë tjetër se si i kundërshton, vetëm se dëshira e tij, pra, dhe mendimallësia. Vazhdojmë dhe kalojmë në çështjen e dytë, dhe themi që profecia, vëllezër nderuar, është përzgjedhje ose zgjedhje prej Allahut të lartësuar, dhe nuk është arritje prej individit, prej njeriut. Që do të thotë, nuk ka asnjë lloj mënyre njeriu që këtë përzgjedhje të arrijë me fuqinë e tij. Sa do i shkathët jetë, sa do i zgjuar jetë, sa do që të bëj dua, sa do që ta përmeni Zotin, sa do që të bëj adhurim, sa do vepra të mira të bëj, sa do i mirë qoftë, profecia është thjesht mirësi që Allahu ja jep kujt të doj. Dhe askush nuk mund të arrijë këtë mirësi, domethënë të pretendojë që arrin me forcat e veta. Besimi i Ehlusunnetit në këtë çështje përbëhet nga 2 pjesë. Pjesën e parë përmendëm, pra që ajo është mirësi dhe është zgjedhje, dhe është një begati që Allahu ja jep atij që do. Pra Allahu e zgjedh. Thot Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Allahu zgjedh të dërguar prej engjëjve dhe prej njerëzve. Pra Allahu është ai që zgjedh. Wa innahum indana la min al-mustafin al-akhyar. S'ka dyshim, thot Allahu, se ata ishin te ne prej të zgjedhurve më të mirë. Gjithashtu thot: Qul ilhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Thuaj, o i dërguar, e tërë lavdia i përket Allahut, e shpëtimi qoftë ndaj robërve të tij që ai i zgjodhi, pra pejgamberët. Gjithashtu Allahu thot: Qalet lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Të dërguarit e tyre thanë: ne nuk jemi tjetër vetëm se njerëz si edhe ju, por Allahu i jep dhurat kujt të doj nga robërit e vet. Pra, ato nuk kanë pas diçka ndryshe nga të tjerët. Kanë qenë njerëz sikur se të gjithë njerëzit e tjerë. Pra krijimi i tyre nuk kanë pasur diçka ndryshe nga të tjerët në krijim. Mirëpo, Allahu i zgjodhi me këtë mirësi, dhe kjo është mirësi që Allahu ja jep kujt të doj.
wa kedhalike auhajna i lejke ruham min emrina, ma kun të të dëri me l'kitabu wal iman. Thot Allahu, dhe kështu, ne ta kemi shpallur ty, ta kemi dërguar ty, o i dërguar, shpalljen, me urdhrin dhe me vullnetin ton. Ti më parë nuk e ke ditur se çfarë është libri e as ç'është besimi, i thot profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ditur, nuk ka qenë më përpara në ndonjë vepër me të cilën mund të themi që ai nëpërmjet kësaj vepre apo nëpërmjet kësaj gjendje që ai ka pasur e ka merituar, domethënë, apo e ka fituar ai këtë lloj grade. Është thjesht mirësi që Allahu ja ka dhënë dhe e ka zgjedhur atë kundrejt krijesave tjera. Sallallahu alaihi wasallam. Yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Thot Allahu, ai e dërgon shpalljen me urdhrin e tij tek ata që ka zgjedhur për robërve të vet. Pra këta që Allahu i ka zgjedh nuk janë gjë tjetër vetëm se robërt e Allahut. Allahu ka dashur që mesazhin dhe shpalljen t'ia çojë atyre dhe i ka veçuar me këtë gjë. Pra kjo është pika parë me cilën ne besojmë në këtë çështje. Pika parë pra që ajo është vetëm zgjedhje prej Allahut të lartësuar. Pika e dytë është Allahu zgjedh për këtë grad atë i cili është meritor dhe është adapt, pra i posaçëm. Allahu e din se ku e vendos shpalljen, pra mesazhin e tij. Dhe Allahu e din se kush është më meritor dhe kush është më adapt për këtë shpallje. Dhe Allahu është i urtë, pra urtësia e tij është absolute. Nuk bën Allahu diçka pa urtësi dhe nuk mund ta zbrisë Allahu këtë shpallje në një person i cili nuk është meritor. Mirë po Allahu këtë shpallje ka zbrit në ato persona të cilët në popullin e tyre kanë arritur gradat më të larta të cilësive njerëzore. Pra kanë arritur gradat më të larta në bujari, kanë arritur gradat më të larta në moral, kanë arritur gradat më të larta në fisnikëri, kanë qenë njerëzit më me pozitë në popullin e tyre. Kanë qenë njerëzit, domethënë, që me të vërtet dallonin në popullin e tyre. Kanë qenë njerëzit më të dalluar. Allahu thot, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allahu e di më mirë se ku e vendos shpalljen dhe mesazhin e tij. Dhe Allahu nuk bën asgjë vetëm se ajo që bën Allahu është në urtësi absolute. Dhe çdo gjë e vendos Allahu në vendin që i takon. Çështja e tretë, autori ka thënë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i tij i zgjedhur. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob. Gjëja e parë që ne dallojmë në këtë fjalë të autorit është që ai thotë është rob. Dhe fjala rob ne duhet kuptojmë që ai nuk adhurohet. Mirë po, duke qenë rob është gjithashtu i dërguar i Allahut dhe ai nuk përgënjeshtrohet, por se besohet çfarë ka ardhur prej tij dhe dëgjohet urdhri i tij, pra i bindemi dhe orientimi i tij pasohet. Ndërsa fakti që Allahu e përmend si rob dhe autori e përmend si rob, këtu nuk është për të ulur vlerën e tij sallallahu alaihi wasallam, kurse si, por se kjo është nderim dhe ngritje. Po ta shikosh, Allahu e përmend në Kur'an kur thot Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. I lavdëruar qoftë Allahu, pra ai i cili e mbarti robin e tij Muhammedin natën nga xhamia e shenjtë në Mekë në xhamin e largët të Jeruzalemit, pra në xhamin Aqsa. Po ta shikosh, Allahu thot ai i cili e mbarti robin e tij. Ky përcaktim, robi i tij,
po e përcakton apo po e mvesh, po e përkatëson, po themi po e përkatëson profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me veten e tij. Pra robi i Allahut, a ka nder më të madh, a ka mirësi më të madhe se sa Allahu të quaj rob i tij? Allahu thot: "Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina." Nëse ju dyshoni në atë që ne ja kemi zbrit robit ton, thot Allahu. Pra Allahu vazhdon thot robi jon, robi i Allahut, robi im. Edhe kjo nuk është gjë tjetër vetëm se nderim dhe ngritje për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh. Kur robi i Allahut Muhamedi u ngrit t'i lutej atij, Allahu vazhdon thot kur robi i Allahut. Ka ardhur në dy librat e sakt, Buhariu dhe Muslimi, të cilët janë librat më të sakt, pra për mbledhje haditheve, dhe janë librat më të sakt mbas Kuranit, përmendin në hadithin e ndërmjetësimit profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili është hadith i gjatë, kur shkojnë njerëzit tek Isai alayhi salam, ai do t'u thotë: "Idhhabu ila Muhammad, abdun ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Shkoni tek Muhamedi, sepse ai është një rob, pra ai përmend rob, po nuk është për ulje. Shikoni çfarë thot më mbrapa. Ai është një rob i cili Allahu i ka falur atij gjunahet e kaluara dhe gjunahet e ardhshme. Pra Allahu këtij ja ka fal gjunahet. Shkoni tek ai dhe kërkojini ndërmjetësimin. Çështja e katërt, kalojmë pra mos kësaj në çështjen e katërt, në fjalën e autorit ku thot profeti i tij i përzgjedhur, i dërguari i tij i dashur, ai është vula e profetëve, imami i njerëzve të devotshëm dhe prijes i të dërguarve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është cilësuar njëkohësisht, do të thonë, me këto të dyja cilësi. Ai është profet, është dhe i dërguar. Këtu kemi çështjen që mbase e keni dëgjuar dhe herë tjera, dallimi midis fjalës profet dhe i dërguar. Pra në arabisht nebi, që është profet, dhe rasul, që është i dërguar. Diskutimi faktikisht është i gjatë se kush është ndryshimi midis nebi edhe rasul, pra profet dhe i dërguar, dhe nuk është se ka ndonjë argument të prerë. Pra është thënë që profet është ai i cili është dërguar në një popull me legjislacionin e një profeti e një të dërguari që ka pasur më përpara, ndërsa i dërguari ka ardhur me legjislacion të ri. Por se Allahu a'lam, Allahu e di më mirë, mbase më e sakta dhe ajo që shikojmë më të përafërt është përkufizimi që i ka dhënë, apo ndarja që i ka dhënë dietari i Islamit Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, kur thot profet nebi është ai që është dërguar te një popull që në përgjithësi pajtohen, pra janë në pajtueshmëri, pra e pranojnë shpalljen dhe nuk e kundërshtojnë atë në thelb, në themel. Pra në thelb ato e pranojnë tauhidin, pra njësimin e Zotit, adhurimin e Allahut, pra e pranojnë në thelb. Ndërsa i dërguar, rasul, pra profet thëmë që është nebi, e dyta është i dërguar, pra rasul, është ai që është dërguar të një popull që në përgjithësi janë kundërshtar me të. Pra e mohojnë dhe nuk e pranojnë shpalljen, po flasim në thelb, në bazat e fesë. Kjo mbase mund të jetë ndarja më e përafërt, pasi ajo që përmendëm më lart, Allahu thot li kulli ummetin shir'atan wa minhaja. Në çdo umet, pra në çdo popull, ne kemi dërguar një legjislacion
dhe një udhërrëfim, pra ndryshe nga tjetri. Edhe këto, siç tham, janë nuk ka argument të prerë. Dhe përderisa nuk ka argument të prerë, do thënë nuk mund thuhet pra në formë të prerë që kjo është e sakta dhe tjetra është gabim. Mirë po, sikur se e përmendëm, ajo që ne shikojmë më afër është kjo ndarje që i ka bërë Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft. Pra, profeti Nebi është ai që është dërguar në një popull që e pranojnë në thelb, në themel, nuk e kundërshtojnë shpalljen e tij. Ndërsa i dërguari Rasul është ai që është dërguar te një popull që në përgjithësi janë kundërshtar dhe nuk e pranojnë shpalljen e tij. Allahu thot: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi." Pra Allahu thot: "Ne nuk kemi sjell para teje o Muhammed asnjë të dërguar e asnjë profet." Ktu tregon që ka një diferencë midis këtyre dy fjalëve, pra Rasul dhe Nabi kanë diferencë. Dhe kjo ka qenë shkak që dietarët janë futur edhe të shikojnë kush është ndryshimi midis kësaj dhe kësaj. Mirë po, nuk është shumë e dobishme të ndalemi më shumë dhe kalojmë, domethënë. Duhet ta dimë që të dy këto, si profeti dhe i dërguari, janë të dërguar prej Allahut. Mirë po, i dërguari është një grad më lartë se profeti. Sepse çdo i dërguar, kanë thënë, është rregulli, çdo i dërguar është profet dhe çdo profet dhe jo çdo profet është i dërguar. Dhe diçka që duhet kemi parasysh është që kur të përmendim fjalën i dërguar pa përcaktuar gjë, pa përmendur ndonjë emër, pra themi i dërguari i Allahut, kemi për qëllim profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E nëse kemi për qëllim ndonjë të dërguar tjetër, atëherë përmendim me emër i dërguari i Allahut Musai apo i dërguari i Allahut Musai, Isai e kështu me radhë. Kalojmë në çështjen e 5, në fjalën e autorit ku thot imami i njerëzve të devotshëm. E përmendëm që njerëzit e devotshëm janë besimtarët të cilët e kanë përsos besimin e tyre. Janë afruar Allahut të lartësuar me vepra të mira, me adhurim, me sinqeritet. Edhe shembulli i tyre është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra ato për shembull marrin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë nuk mund të ketë devotshmëri vetëm se nëpërmjet pasimit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dikush mund veproj shumë vepra të mira, mirë po nuk janë në përputhje me sunetin, me traditën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kurse si nuk mund të konsiderohen ato vepra devotshmërie. Edhe këtu kemi ngjarjen e atyre 3 djelmoshave që shkuan dhe njëri prej tyre tha, unë do të agjeroj dhe nuk kam për të çel kurrë. Tjetri tha, unë do të shohem natën e nuk kam për të fjet kurrë. E tjetri tha, unë nuk kam për të martu. Çfarë i tha profeti sallallahu alaihi wasallam? Edhe pse këta djelmoshat këtë vepër donin me e bë me sinqeritet, do thonë edhe vepër pra adhurim, për të afruar më shumë me Allahun e lartësuar. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kush largohet prej sunetit tim, pra unë jam i dërguari i Allahut, tha. Unë agjeroj, po dhe ha. Unë çohem falem natën, po edhe fle. Edhe unë martohem, tha. Edhe kush bën diçka tjetër përpos sunetit tim, pra traditës time, ai nuk është prej meje. Kështu që devotshmëria është vetëm se me pasimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, kush mendon se ka arrit një grad devotshmërie, e duke meditu, e duke bo vepra të mira, e pastaj mendon që atij i vjen diçka prej Allahut për shkak se e mendon veten që ka arrit në një lloj grade, edhe vepron gjëra, jo vetëm vepron, po madje lë gjëra prej sunetit profetit apo
apo prej shariatit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me pretendim se këtij i vjen diçka prej Allahut, ky ka rënë në një rrezik të madh. Saqë dietarët e kanë përmend ai i cili mendon që këtij i lejohet pse mund mendoj që ka arrit një farë grade të dali prej sunetit apo traditës apo pasimit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unanimisht dakord ka rënë umeti që ky person del prej feje. Kështu që e theksojmë dhe njëherë, devotshmëria është vetëm në pasimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çështja e 6, në fjalën e autorit, prijesi i të dërguarve, tham që kjo do të thotë më i miri i të dërguarve. Dhe kjo vetvetiu na çon në një çështje tjetër e cila lidhet me dallimin midis profetëve. Pra profetët, a janë të gjithë në një grad apo dallojnë? Dhe ka prej tyre që është më i mirë se tjetri. Themi që dallimi midis profetëve është diçka për cilën nuk ka dyshim. Edhe profetët, pra nuk ka pikë dyshimi që profetët dallojnë në grad nga njëri tjetri. Mirë po, duhet kemi parasysh që fakti që dikush është më lart nuk do të thotë që ai që është më poshtë, pra nuk thuhet kjo fjalë në formë ulse apo se ai është i ulët apo i ulur. Kurse si, të gjithë profetët e Allahut janë të lartë, të ngritur, të nderuar me gradën e profecisë që Allahu ja ka dhënë dhe ja ka dhuruar. Mirë po disa i ka dhënë më shumë mirësi dhe i ka nderuar më shumë se sa të tjerët, pa qenë për pjesën tjetër ulje. Allahu thot: "Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Këta për cilët rrëfyem janë të dërguarit prej tyre, disa prej tyre, thot Allahu, i dalluam nga të tjerët. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Ne kemi dalluar disa pejgamber nga të tjerët, thot Allahu. Dhe sikur se e përmendëm, ky dallim nuk do të thot, pra për atë që është poshtë në grad, nuk do të thot ulje, kurse si, Allah i ka nderuar të gjithë profetët, mirë po disa i ka nderuar më shumë se sa të tjerët. Dikush mund pyesi dhe mund thot, ka ardhur në disa hadithe se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar dallimin midis profetëve. Themi që po, kjo është e vërtetë dhe ka ardhur në dy librat e saktë, pra në Buhariun dhe Muslimin, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tukhayyiru bayna al-anbiya." Mos krahasoni profetët mes vete. Gjithashtu ka thënë: "La tufaddilu bayna al-anbiya." Mos bëni dallim në grada mes profetëve. Mirë po bashkimi midis ajetit që tha më lart që Allahu thot ne kemi disa profeti kemi dalluar në grada nga të tjerët, edhe midis këtyre dy haditheve që profeti sallallahu alaihi wasallam thot mos bëni dallim, është janë dhënë shumë përgjigje dhe mbase përgjigja më e mirë është se ndalesa është e lidhur, pra nëse me këtë dallim përmbahet apo domethënë përmban ky lloj dallimi përmban një të keqe brenda. Për shembull, nëse ky dallim çon në uljen e ndonjërit prej profetëve, normalisht nuk lejohet atëherë, bëhet dallimi. Nëse me këtë dallim ulet një profet, ose bëhet përçarje midis njerëzve e kështu me radhë. Ama nuk mund të mohohet dallimi i profetëve, se Allahu vetë tregon që ka dalluar. Përmbledhja dhe përfundimi i kësaj që përmendëm o vëllezër, do ta shkurtoj në 5 pika. E para, ka dallim midis profetëve pa pasur ulje për atë që është më poshtë në grad. E dyta, të dërguarit janë më lart se profetët në grad. Kjo sepse ato kanë një veçori që nuk e kanë profetët, siç e përmendëm, që çdo i dërguar është profet
dhe jo çdo profet është i dërguar, sipas atij kuptimi dhe përkufizimi që përmendëm më lart, edhe duke e ditë se të dy janë të dërguar prej Allahut. Pra, edhe profeti dhe i dërguari të dërguar janë. Po, i dërguari ka një grad më lart. Pse? Sepse ai, sikur se është i dërguar, konsiderohet dhe profet, ndërsa anasjelltasi jo. Pra, jo çdo profet është i dërguar. E treta, të dërguarit më të mirë janë më të vendosurit dhe më të durueshmit nga të dërguarit. Të dërguarit më të mirë janë ata të dërguarit të cilët janë quajtur ulul azm, pra të vendosurit dhe të durueshmit nga të dërguarit. Edhe këta janë Nuhu a.s., Ibrahimi a.s., Musai a.s., Isai a.s. dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këta janë, sipas mendimit shumicës dietarëve, janë ata që janë quajtur ulul azm min ar-rusul, pra profetët të dërguarit më të vendosur dhe më të durueshëm. Nga këto të dërguarit më të mirë janë dy, që janë gjithashtu më të dashurit e Allahut, dhe këto janë profeti Ibrahim a.s. dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe më i miri prej gjithëve është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është më i miri i gjithë njerëzimit, me tekst nga Kurani, Suneti dhe me ixhma, pra me dakordsi, unanimitet të umetit. Gjithashtu na ka ardhur në dy librat e saktë, pra Buhariu dhe Muslimi, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ana sayyidun nasi yawm al-qiyamah." Ka thënë, unë jam prijesi apo zotëriu i njerëzve ditën e gjykimit. Gjithashtu ka thënë: "Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wala fakhr." Unë jam prijesi apo zotëriu i bijve të Ademit ditën e gjykimit dhe nuk është mburje. Pra kjo është e vërtet, kjo është realitet dhe nuk e thot profeti sallallahu alaihi wasallam për mburje. Fakti që në këtë hadith ka përmend ditën e gjykimit nuk do të thot se në dynja ai nuk është prijesi dhe i pari dhe më i miri dhe zotëriu i njerëzimit. Padyshim që ai është i tillë si në dynja, ashtu edhe në ahiret. Mirë po fakti që përmendet në ahiret është sepse atje do të bëhet e qartë për të gjithë dhe pa asnjë lloj mosmarrveshje. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam bën ndërmjetësimin e madh, ndërkohë që të gjithë profetët e tjerë nuk guxojnë të ndërmjetësojnë. Pra në hadithin e ndërmjetësimit, shefaatit, ku i shkojnë njerëzit profetëve me radhë duke filluar nga Ademi a.s., Musai, Ibrahimi, Isai, e kështu me radhë derisa përfundojnë tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë profetët e tjerë kanë frikë për veten e tyre, ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ai i cili e bën ndërmjetësimin dhe e merr këtë iniciativë dhe ndërmjetësimi i tij pranohet, edhe këtu dallohet domethënë grada dhe pozita që ka pasur ky burr tek Allahu i lartësuar. Gjithashtu ai domethënë të gjithë njerëzit nga Ademi a.s. deri tek i fundit do të jenë nën udhëheqjen, pra nën flamurin, po themi, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai është i pari pra me cilin i cili çohet. Kur njerëzit çohen, ai është i pari që do të çohet. Ai është i cili ka për të bërë ndërmjetësimin. Ai është i pari që ka për të kaluar siratin. Ai është i pari, domethënë, që do t'i hapen atij dyert e xhenetit dhe ai është i pari që ka për të hyrë në xhenet. E të gjithë do jenë në udhëheqjen e tij sallallahu alaihi wasallam. Çështja e 7 dhe e fundit, në fjalën e autorit, i dashur i Zotit botëve,
Pra nuk ka dyshim që Allahu i lartësuar e do profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Madje profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë dashuri të Allahut gëzon gradën më të lartë. Pra një grad që nuk e ka askush para dhe pas tij sallallahu alaihi wasallam. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allahu më ka marrë mua khalil, sikur se ka marrë dhe Ibrahimin khalil. Fjala khalil, pra el khulla në gjuhën arabe, do të thot mik i ngushtë, i veçantë, i dashur, edhe el khulla pra është grada më e lartë e dashurisë. Pra Allahu i lartësuar e don profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Ibrahimin alayhi salam në gradën më të lartë të dashurisë. Dhe kjo lloj grade nuk e ka, pra sipas asaj që dim prej argumenteve, nuk e ka këtë lloj grade vetëm se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Ibrahimi alayhi salam. Edhe nuk ka dyshim që në këtë lloj grade profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është lart çdo krijesë tjetër. Pra prej këtyre të dyve, pra që janë Ibrahimi alayhi salam dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu i lartësuar, duke qenë dhe profeti Ibrahim alayhi salam i dashur dhe pa i ulur atij asgjë. Fakti që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është më i dashur tek Allahu, krijuesi i gjithësisë. Dietarët kanë përmendur një diskutim për faktin se autori këtu nuk ka përmend fjalën e Khalil, po ka përmend fjalën Habib. Pa ju fut diskutimit sepse kapet dhe nga ana më shumë nga ana gjuhësore, dhe mbase nuk na intereson, them thjesht që ne kemi parasysh që kur duam të përmendim një cilësim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne bazohemi në ato fjalë që kanë ardhur në Kur'an dhe në hadith. Dhe ajo është parsore, edhe ashtu domethënë e heq çdo lloj diskutimi. Pra profeti e ka thënë veten sallallahu alaihi wasallam, pra që Allahu më ka marrë mua Khalil, thot. Edhe ne parsore që të themi Khalilullah, pra mik i dashur i Allahut. Po kjo, siç thash, është më shumë diferenca në gjuhën arabe, sepse në shqip i dashur e njëjta gjë është. Ama ajo që duhet dim është që kjo që përmendëm, Allahu i lartësuar e don profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me një dashuri që nuk don asnjë krijesë para dhe pas tij sallallahu alaihi wasallam, dhe sa ai është më i miri prej të dërguarve, dhe sa ai është njeriu më i mirë që ka shkelur në sipërfaqen e kësaj toke. Allah shpërblet të mira. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.